Florian Miti është dekan i ri i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Në garë për postin e dekanit në zgjedhjet e njëjtës ishin 2 kandidat nga trupa akademike e fakultetit, pedagoge Evelina Bazini, e cila më herët kishte kandiduar edhe për postin e rektorit universitetit, si dhe pedagogu Florian Miti. Ky i fundit ka arritur që me shumicën e votave të trupës akademike të zgjidhet dekan i ri. Në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit Ismail Qemali u zhvillua të njëjtën procesi zgjedhor për zgjedhjen e dekanit të ri, pas dorëheqjes së ish-dekanes Zamira Sinaj, e cila fitoi mandatin e deputetes në Kuvendin e Shqipërisë. Procesi zgjedhor pati një pjesëmarrje të lartë, si nga stafi akademik, ashtu edhe nga studentët, të cilët shprehen interes të veçantë për zhvillimin e këtij procesi. Zgjedhjet për dekanin e Fakultetit Ekonomik konsiderohen si një moment i rëndësishëm për vazhdimsinë e punës akademike dhe administrative, pasi drejtuesi i ri, që tashmë është Florian Miti, e njeh mjaft mirë këtë fakultet dhe që do të ketë për detyrë të udhëheqë institucionin në një periudhë me sfida, sidomos në fushën e programeve të reja, modernizimit të tyre, rritjes së bashkëpunimit me tregun e punës si dhe ndërkombëtarizimin. Të njëjtë zgjedhje ka patur edhe në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, ku votua për shefin e Departamentit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare. Për pozicionin e drejtuesit të njësisë bazë të këtij fakulteti ishte vetëm një kandidate, Diana Ilia, por Ilia nuk ka arritur të marrë shumicën e votave dhe rrjedhimisht nuk ka rezultuar fituese e këtyre zgjedhjeve. Departamenti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare tashmë do të drejtohet nga Pëllum Caca, i cili do të jetë i komanduar, ndërsa më 12 dhjetor pritet të mbahen zgjedhjet për drejtues të Departamentit të Gjuhës Shqipe në Fakultetin e Shkencave Humane.